Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Është një shumë kënaqësi të mblidhem unë. Realisht për ata që më njohin e dinë se unë jam gjithmonë e buzëqeshur sepse unë kam fatin më të madh në botë që punoj me njerëz që janë më të brendshëm nga unë. Edhe është një fat i jashtëzakonshëm, unë nuk e di sa i bekuar kam qenë gjithë jetën. Po, nëse flas për ata persona që unë punoj dita me ditë që janë shumë të mençur, kur vim këtu kjo është me shumë dashamirësi dhe me shumë mërulje, ajka e ajkës. Realisht është kaluar një proces që unë jam kënaqur që e kam bërë dhe kam pyetur në gjitha grupet që kam në WhatsApp, kam pyetur kë person do doni të nominonit. Dhe qëllimi është të nominojmë ata persona që unë besoj kanë besuar mbi veten dhe kanë dalë mbi veten. Jam duke thënë që nëse ka dikë këtu që unë mendoj që është bekim të jemi me njëri tjetrin, mendoj që këto ta shikoni më mbrapa mbasi dhe hajde. Mbasi do të kuptojmë edhe do të kemi një kohë që do të flisim me njëri tjetrin. Në parim, gjëja që më intereson shumë është që në këto grupe, në këto lloj grupesh, dhe ne vim në kapela të ndryshme me njerëz të ndryshëm, me të zgjedhur të ndryshëm, sepse unë dua të kalojmë idenë tek kushdo që ne jemi këtu, sepse duam të jetojmë në këtë vend dhe ne duam ta bëjmë këtë vend. Kush bie dakord me këtë si parim, pa dalë në për politika partish. Flas për këtë do nga ne, që është jashtëzakonisht e nevojshme, mendoj unë, që me pjesën e profesionalizmit të kemi mundësi të shijojmë më shumë, të mbushemi plot që të kemi mundësi të derdhemi te të tjerë. Do doja thjesht për të vënë gjithë grupin në të njëjtën vijë, do doja të kaloj disa slajde nëse mund t'i shihni aty larg. Kur unë them building careers, ajo që ne po mësojmë vazhdimisht është upskill and reskill. Dhe unë besoj që një nga gjërat që secili nga ju mendoj që do ta konsideroj seriozisht është trashëgimia që ne lëm mbrapa. Dhe që jam hetur më shumë dhe kërkohet më shumë. Një nga format që unë flas gjithmonë është çfarë do doja të shikoja me ju. Shikojmë pak, kemi folur gjithmonë që cili është qëllimi i çdo gjëje? Best life ever. Unë nuk e di për ju, po unë për këtë roj vëlla. Në qoftë se dikush është që shikon se unë dua të punoj më shumë, welcome to the club, patjetër do punoj më shumë, po unë dua të shijoj jetën. Dhe zakonisht jetën e shijoj kur unë besoj që janë këto tre kursi që ne kemi folur. E para fare vlerat larg, na bashkoni gjithë këtu që kemi të njëjtat vlera. E dyta është kursi e parë, e cila është, nëse ta thosh, është puna që na nxjerr bukën të gjithëve. Dhe është atje ku ne marrim lekun, atje ku ne brandohemi, edhe atje ku futemi në një rrjet që është shumë i rëndësishëm. E dyta është kursi i dytë që ne duhet të mësojmë. Si çfarë po bëhet sot? Është duke u ribër gjithë tregu në çdo dimension. Jam gjithë duke menduar çfarë do bëjë AI. Nga ana tjetër do të them drejtimin e njerëzve largëzohet për AI, se do futemi në një centrifug dhe do mbajmë vetëm një shilet brenda. Po e vërtetë është ajo gjë e re që ne do të mësojmë. Nëse ai ku që është ai shërbimi që ne kemi për borxh ta japim, siç u thash para vetes son, duhet jemi mirë. Duhet jemi mirë, kuptoni që jemi brezi do jetojmë mbi 100 vjet. Unë mendoj që ju e keni mundësinë të zvarriteni kur të vini 90 e kusur. Sepse gjithë jeta po vjen në një formë të tillë. Nga ana e marrëdhënieve, Ibrahimi do të thotë ai se si rregullohen gjithë gjërat, do hapiteni. Jam duke thënë që ne kemi borxh shërbimin vetes, familjes, dhe ajo që ndodh që u shikoj është që kthehet të gjitha punë. E janë sa njerëz që janë totally burnout. Dhe ti nga e kupton që je burnout? Thua, mirëmëngjes. I thotë shkreti burra, po burra, mirëmëngjes, i ti, thua mirëmëngjes. U fletën ta njerëz, thotë, ore, isha mirë kur isha keq. Tani jam bërë lajk, unë nuk e di, po kur vaj për ta njerëz të mi, unë nuk kam njeri që më urdhëroj. Ore, dhe ai që punon për mua është që më çon të nga mbrapa veshët. Do ta them 100 herë. Dhe ti habitesh që nuk shijojnë. Dhe mund t'i kenë çdo gjë që ti mendon që është. Ka dhe të tjerë, gjithçka din. Gjithçka. Hap një temë tjetër, do t'japim përgjigje. Hap një temë tjetër, ata e din përgjigje. Sa vjen kamareri i në vrap, se do paguhet kafja. Ka të tjerë pra që janë, këta janë në të mençur akoma. Pra, nuk janë ata që punojnë në përsinë e pra që nxjerrin bukën e gojës, që do të jetë 80% e kohës sonë është nxjerrësh bukën e gojës. Dhe ajo që unë kam kuptuar dhe do ta them vetëm juve është që kur vete te kjo një gjë që ke 80% e kohës e keni shilën tonë, mos mendoni që kur vete atje është fush me lule. Wow, sa bukur! Është atje dhe është çdo gjë është gjëja që ai lab të duket se ka gënjur. Ka gënjur.
Nuk ka i lavë, nuk ka në një entuziasm të jashtëzakonshëm. Jo, është jetë punë që ta vësh nga pika A në pikën Z. Dhe do t'jesh i përsosur, i mrekullueshëm, sa më larg të vesh. Ndërkohë do duhet patjetër të mësosh 20% çdo të jesh gjithmonë në vetë zhvillim. Pa qenë ti në vetë zhvillim, nuk mund të zhvillosh të tjerë. Dhe kemi këta që thashë të fuqia që këta ngordin, për shumë që ato. All I do, I care and I help. Keni vërë, unë nuk vëtë të shmim. So, më vjen keq për të nuk vëtë të ndihmoj. Unë vetëm dua të ndihmoj. Këta që kanë të përvëluar, këta janë, nuk e ku i kap më. Shqiptarit të fal, një pjesë shtëpie, po të pa që të rajo, ka raste di. Të fal një pjesë shtëpie, do ta kërkoj që me të kokës në brava, po ta fal një moment, por nuk të fal suksesin. Unë nuk e di pse, unë jam futur, është studimi i jetës time të marrësh pse, dhe këtë shikoj tek udhëheqësit tanë të 100 vite të ardhshme. Ajo që do të them është që ne duhet të jemi shumë të përgatitur që të mbajmë tek koka jonë, kur ne flasim në këto tre, vlerat do të mbajmë në majt kokës. Çfarë vlerash keni? Në qëse arrim të vlerat, një pyetje që unë do të bëj të gjithë juve kur do reagoni këtej është cila është sfida më e madhe që ne si shoqëri do duhet që të merremi dhe ta vëmë përpara. Sfida më e madhe do doja të ishte mbani mend nëse ne në ato takimet, dhe këto janë ato që quaj CEOs Club, është që ne mund të dalim mbi veten dhe të themi që unë mendoj që në brezin e ardhshëm, profesia në panelistët atë ishte çfarë mund të jetë brezi që vjen, duhet patjetër të merrem me brezin që vjen. Edhe do të merrem me ta në kuptimin në çfarë do të bëjmë. Dhe unë jam përfaqësuar edhe pak në tellë se që unë them nëse vjen korrupsioni sot, sepse ky brez i ri po futet në lojën e korrupsionit. Për secilin, pyetja që do të kisha gjithkohon është që qëndroj gjithmonë këtu. Ku e gjeni veten tani dhe mund të një sekond. Edhe shnoni diku në turin tuaj një mental note, mund të shkruani diku. Ku gjendeni më shumë sot? Gjendeni që punoni shumë? Gjendeni që vetëm mësoni shumë? Apo gjendeni që vetëm ndihmoni? Apo jeni në një balans që mendoni 80% të kohës unë punoj fort dhe punoj pa vërnazë punës, 20% di çfarë mësoj, me 100% do jap mbrapsh vetes time, familjes time, pastaj komunitetit. Pyetja e parë, nëse do duhej të përmbledhet në një fjali Green of Greensin tuaj, atë aftësi, talent apo përvojë që do dallon realisht në treg, cila është? Dhe kur e keni kuptuar për të parë që kjo ishte forca juaj, a ishte diçka që zbuluat vetë apo dikush tjetër ju a tha më parë? Atëherë, unë e kam biznesin, ndoshta kur kam qenë 22 vjeç, 23, diçka e tillë, dhe realisht nuk e dija fare se çfarë po bëja, as nuk e dija se çfarë do të kisha, as se çfarë industrie po hyja. Thjesht pata një moment që mundesa e lampa për të nisë të biznes me një takim një rëndom që pata me dikë te gazeta që punoja atëherë. Edhe me një fjalë fuqia që kisha unë si Rafaela që të ndërtoj nga platformë të mirë marrëdhënies njerëzore. Asnjë gjë më tepër, kam përshtypjen kjo ka qenë ajo gjëja që nëse do ta thëja si një fjali, që se do të shtoj edhe një fjali tjetër, ka qenë fakti që unë nuk hoqa dorë. Pra, persistenca. Persistenca që zakonisht e karakterizon shumë, kjo karakterizohet nga te gra, se burrat duhen shumë shpejt me bë biznes, me bë para. Kurse ne ndërrojmë, çohemi, rrezohemi. Kështu që edhe kjo këmbgulja shumë e madhe, shumë e fortë ndër vite. Dhe edhe sot, sepse po themi që është proces, life cycle nuk mbaron asnjëherë dhe jemi shpeshherë kur më pyesin është vazhdon ende me sfida biznesi dhe nuk është asnjëherë e lehtë, po që këto të dyja do thoja, po kryesisht ka qenë fuqia që kam pasur. Është besimi. Besimi dhe këmbgulja që mundova t'i krijoja vetes. Djali ta 10 vjeç, unë ndoshta kam filluar çim përpara. Ja rritur në një familje shumë të madhe. Kisha 6 xhallar. Edhe imagjino ata ishin gjithë moshë e re dhe ngacmonin gjatë gjithë kohës. Unë isha fëmia i parë i familjes, i llastuar padyshim, por që ngacmonin me fjalët të thonë që ky din mbi violinës, që sa bukur pikturon ky. Edhe nga gjeta besimet e vetja, kam mësuar kohë rekord që ku isha 6 vjeç të bia baleris, mësova të pikturoja, pastaj më vonë kur u rita pak më shumë, kam shkuar në basketball, të luaj basketball, dhe bëra basketbollist profesionist,
Edhe pse ditën e parë kur kam shkuar, ishte fillimi i viteve 90, nuk kisha atletë, kam bërë spakur, dhe u bëra profesionist shumë vite më vonë. Pata guxim që shkoja të përvoja të komentoja një ndeshje futbolli kur nuk kisha provuar ndonjëherë ta bëja ato gjë dhe kam hyrë transmetim. Ka qenë një aktor filmash shqiptar kur quhet Pirokita, ka pasur një doje të mashëm, nëse e vani kanë ndërkitma. Më tha, është episod shumë i bukur, më tha ditë komentosh ndeshje? Thash mund të imitoj, por nuk e di a komentoj dot ndeshje. Edhe më futi në një vend shumë të vogël, kishte një xham përpara. Edhe tha, do filloj luajt ndeshja, ti fillo folë se do komentohet. Okej, tha shumë rregull. Edhe fillova ta komentoja atë ndeshje me dëshirë se hajde po e provoj, ta imitoj siç kanë bërë të tjerët. Vetëm kur doli me një letër, edhe kjo shkruaj Ogomar, po të gjej të gjithë. Ka fund transmetim. Edhe që nga një moment domethënë fitova besimin prapë te vetja që mund të bëja gjërat. Dhe mendoj që njeriu kur ka besim, ka mundësi domethënë që të bëjë gjëra shumë të mira. Jo vetëm për punën, sepse nuk mund të jetojmë 24 orë në punuar, por mund ta bëjë edhe për shoqërinë edhe për familjen. Dhe një nga pikat më të vështira që ne besoj që kemi si shoqëri këtu në Shqipëri është besimi. Nuk kemi besim tek njëri tjetri, nuk kemi besim tek vetja, nuk kemi besim tek familjarët, nuk kemi besim tek emprorët. Ata që na drejtojnë sot dhe ky është një fat i më keq se kemi diskutuar bashkë. Të gjitha organizatat e mëdha në Shqipëri, pa përjashtim, ka një mungesë të theksuar besimin nga ai që investon, që është investitori, leadershipi dhe kur zbret vertikalisht poshtë, ky besim thyllet në mënyrë të tillë, si floset aq shumë, sa nuk krijon dot një qëndrueshmëri. Duke menduar çfarë është ajo reality, më thënë drejtën deri para disa kohësh kur ti nuk flet me vetën. Do të thotë prani një që ka në punë, në auto, pastaj gjen një që flet për veten edhe patën fillon e mendon për atë që ka ndodhur në rrugës ose po e vi pas suksesin tot. Sepse më përpara gjithmonë thoya, më ka ecur, kam pasur sukses dhe gjithmonë kam pasur, më ka qelluar fat, kam pas fat që kam pas skuadrën të mirë, gjithmonë drejtoja një skuadrë super. Domethënë dhe e quaja fat. Me kohën, kur e menduar, domethënë mendoj që ajo që kam ditur të bëj mirë është që kam ditur të identifikoj personat e duar, të merrem me ta, të kuptoj ku i kanë pikat e forta, të dobta, e kam me pasionin tuaj njerëzit. Jo kollaj heq dorë me njerëzit, pavarësisht dhe më thonë sa shanse do japi, dhe unë kina kishte edhe paralajmërimin e një miku që do shumë të botën. Që kështu unë jam shanse, sigurisht, a jam zhgënjur në shanse që kam dhënë, por kështu edhe kam mësuar deri, domethënë, në javë në punë mos ja, por në fund të fundit, unë jam ndruar domethënë tregu, sepse jam edhe besnike në punën që kam marrë, pavarësisht se kam 25 vite punë, por që në fund ajo që kënaqësia në fakt që kam nxjerrë nga puna ka qenë suksesi diçkaje që kam arritur në atë punë apo një tjetër. E ndjej që suksesi më i madh është kur takoj kolegët që kam pasur në punën e kaluar ose në momentin që kam janë larguar, se edhe gjatë kohës që jam aktualisht filetu që marrë është njerëzit më drejtojnë që më ke ndërtuar, çfarë ka mësuar nga ti. E ndjej shumë kënaqësi, kur më thonë që mënyra se si ti ta jep gjën është ndryshe, unë kam mësuar shumë nga ti, domethënë edhe kjo gjëja domethënë nuk ka më kënaqësi në kohë, nuk përse pakën deri 29 vjet, që kam menduar veten që isha shumë e mirë për të punuar mirë. Jo për të punuar mirë me njerëzit, jo për të ndërtuar skuadra. Mendoj që dija të bëja mirë këtë pjesë. Pastaj këtë pjesën e numrave fillova ta konvertoj në rezultate biznesi dhe aty gjendesha shumë mirë, shikoja rezultatet e televizionit e atëherë se banka ka të numra shumë të mëdha. Më thotë kur shikon ato të duket vetë wow, bërit ndërkohë që nuk ka ngohemi, ti ke në shtëpi një tjetër jetë, edhe një tjetër standard tjetër. Po ato numrat e mdej mua më kanë bërë shumë mirë për të mos pasur frikë nga dimensionet. Kur jemi në institucione që janë shumë të mëdha, sa të trembin se as elefanti, aq nuk të trembin, po ka filluar punë në bankë, kam qenë 20 vjeç, sa futur në shkollë 6 vjeç, dhe sa po diplomova, më morën, aty kam pasur vetëm një moment që kam pasur fat, që kam qenë në drejtori, edhe unë kam filluar nga një
specialiste, kam qenë në një emër me 17 rroke, që kur biste marrë me bankën çfarë punë të bën në bankë, unë nuk dija të shpjegoja shumë mirë, sepse nuk ishte një punë standarde dhe ishte zhvillim biznesi quhet sa kjo. Rrugës pastaj, njerëzit që kanë qenë shefat e mi, më kanë thonë që t'jem në krye të problematikave specifike, sepse po jo, në fillim nuk kam lindur me skuadër. Unë kam qenë drejtor në departamentin 27-28 vjeç që shumë herët. Drejtor divizionit në bankë 29 vjeç që është pra shumë herët. Por besoj që pastaj mua theksin më ka vendosur besimi që të tjerët më kanë dhënë. Pastaj, te leadershipi ka qenë graduale, por nuk kam pasur besim te vete në fillim. Do të thonë unë mund të mos kem pasur gjithmonë besim të plotë te vete, siç ka Rahela, por në asnjë moment nuk më ka munguar guximi që të jem ajo që kam menduar në atë moment. Ndoshta kam qenë në gabim, po ajo që kam menduar në atë moment. Dhe nuk më ka munguar dhe guximi që të them që unë skuadrën time dua më të mirët, apo unë si bashkëpunëtor të njëjtë kush është skuadra. Liderin e bën gjithë grupe me cilin punon më të mirë të mundshëm dhe nuk kam pas asnjë moment frikë përballë. Po dhe kam qenë më e reja në grupe, kam qenë më e reja në bankë, në departament, kam qenë më e reja pastaj në menaxhment. Duhet të çaj e rrugë domethënë. Shumë rrugë. Dhe duhet të dukesh atë më e madhe, dhe duhet të vishësh atë më sigur, dhe duhet të mos shpreja asnjë element të të qenit edhe një person që është i ndjeshëm ndaj njerëzve, jo se nuk e kisha, po e mbuloja e shija atë. Kuptova që duhet bësh shumë yre. Domethënë, sepse nuk jam person që duhesh të durem sot. Por do thoja që durimi që e dija shumë mirë që kjo që duhet bërë në këtë mënyrë, tani duhet vizion është fjalë shumë e madhe, po isha një ide shumë të qartë se si duhet bërë kjo gjë. Me cilët njerëz, me cilët struktura dhe po. Dhe çfarë duhet bërë na këtu deri atje, dhe sa duhet durojmë, është normale. Të kesh një kuqe nga këtu atje, po jo që konsciente. Po, është normale. Sikurse i kam dhënë krahë dhe vetes edhe personave që kam pasur afër, ashtu kam qenë pak, nuk po them diktatore, por e pa dëgjuar, kur më thonin që jo s'bëhet kështu, po bëhet kështu, sepse kisha shumë të qartë dhe aty nuk merra komanda të tjera. Do të thënë, e konsideroja se kjo është përvullja e navigimit, përcupar nga dudo. Pyetja për tregun dhe trashëgiminë. Cila është sfida më e madhe që shihni sot në tregun shqiptar të punës, që ju personalisht ju ka detyruar të luftoni për ta në pa? Dhe nëse do të lini një trashëgimi nga kjo përvojë, një mesazh apo një ndryshim konkret, cili do të ishte për brezin që vjen? Çfarë është një gjë? Dhe keni pas kohë të mendoni, një gjë. Dhe arsyeja pse la them, programin është që ne mund të ndërtojmë, të gjithë mund të ndërtojmë një formë të caktuar që ta adresojmë. E kemi ne gjithë fuqinë. Dhe unë besoj e minen, pastaj që mund të gjejmë kanalet e politikës. Do të thëshë para femër që bëra punën që bëja, ishte plot më burra, atëherë isha edhe shumë e re, më thonë nga më buzë kuqe. Dhe ajo që mua më ka ndodhur dhe më ka drenur realisht, ka qenë që i lija të tjerë, por linju të bëja, çfarë duhet të bëja me ata që ishin më të rinj, sepse nëse duhet të ndryshosh një sistem, apo një kompani, apo një mënyrë të bërë, mund ta bësh vetëm me të rinj. Ndërkohë, pse është sfidë, sepse ato kolegët që kanë shumë vite, përfshirë kush po thoshte që ka shumë vite në punë, nisoj edhe unë, kam ndryshuar shumë rrallë punët. Me gjithë respektin që kam për loyalty dhe për ligjatësinë, prapë mendoj që nëse nuk dëgjojmë atë, po nuk jemi para gjungus ndaj të res, nuk do rindon të këmbë, nuk do përshtatemi dot. Kjo ka qenë për mua sfida shumë e madhe. Ndërkohë, çfarë do doja unë të lija, përveç kësaj që përmenda, pra guximit për të menduar që dhe kur diçka funksionon mirë, ore si mund ta ndryshon këtë gjë, apo si mund ta bëjmë më mirë këtë gjë, do ishte pak më shumë punë, jo nga ne, por nga ne pak më pak gjykim për të rinj që janë gjenerata e dytë. Për mua sfida më e madhe që ka biznesi sot është gjenerata e dytë. Do me thënë, ne kemi një biznesmenësh, do vetë bërë, do vetë shpikur, do vetë krijuar në vita gjithë njerë, që dinë çdo gjë, që kanë investuar shumë ke fëmijët e tyre, mendojnë,
Po ndërkohë, këto fëmijë të tjerë nuk kanë më fëmijë sot, janë të rritur po të stërvitur. Dhe unë më gjej, është edhe sektori, do të thënë edhe barka dhe avisa e ndërtimit dhe energjisë të thonë përpara sektori që janë shumë të rëndë dhe kapital shumë të madh. I gjej që nuk e di si do bëjmë këto biznese. Biznesit kanë ndryshuar, nuk mund vazhdojmë mendoj unë të jemi të suksesshëm me të njëjtat formula që kemi qenë që është bërë biznese në të shtatën në 2000 e 2010. Unë kam hequr dorë nga të ngritur të pritshmërisë të njerëzve, sepse mendoj që gjenerata tjetër, për mua domethënë janë njerëz të cilët secili ka krijuar një profil dhe sillet në një mënyrë sepse ka një histori që e sjell, e ka vërmosur, secili në edhe zhvillimi që ty mund të duket zhvillim vjen për njerëz. Sfida që kam nuk është domethënë ajo e vetmja gjë që nuk pranoj, domethënë nga kjo dhe për mua që në luftë dhe sfida dhe e shoh që në kohë të zotme po na bëhet gjithmonë në sfidë është marrja përsipër e qenë ekspert për diçka që në fakt nuk e njeh. Sfida, me thonë drejtën e ime gjithmonë ka qenë si mund t'i ndihmojmë këta njerëz që marrin përsipër për të qenë ekspert dhe për të lidhur një ambient që të jenë ekspert. Kjo kthehet, unë nuk kam dashur të jem pjesë e kësaj, por kjo kthehet në sfidë të çdo biznesi, sepse për mua kjo ka qenë lufta e brendshme dhe kjo luftë domethënë ka qenë në çdo zyrë ku ti përballesh, qoftë edhe me rezultatin më të vogël, është mbijtesë për biznesin, i frustruar, është vetë desa që të flasim hapur. Ne po mundohemi t'ja xhaxhim vanë. Dhe në qëse ne themi që kjo gjëja duhet kaloj të këtë tjerën, ai që ne më themi kemi një format që mund ta bëjmë. Unë ju thash dhe kur i bëra njoftim me parë, unë do dua që nga kjo ne të nxjerrim 4-5 gjëra dhe hajde t'i votojmë. Dhe hajde këtë gjë ta bëjmë të detyruar, të kalojmë nëpër shkolla dhe t'i japim. Na dhimbet ky brez. Jo, ne kemi nevojë për të krijuar ca modele të mira në shoqërinë tonë dhe një model që i mungon sot dhe ne kemi diskutuar të dy bashkë lidhë dhe mbien mirë që kemi ndarë është që në Shqipëri do të fillojë të krijohet kultura ndërtimit të institucioneve, sepse nuk ka sot institucione. To duhet të ishte një model që të fillojmë ta shikojmë gjithë. Sepse kemi nevojë pikërisht që të ndërtojmë një brez të ri, ndërtojmë një mënyrë të re të ndërtuar institucione që do ishte. Dhe për mua kjo është sfidë. Si e shohun si sfidë dhe si duhet ta bëjmë edhe çfarë më drishton nganjëherë është që brezi i ri po rriten me disa besime të shtrembra, pra që nëse si ai duhet nuk dish, i sot e s'merr njërin punë, nëse mos ka gjë, tani e kam dëgjuar shumë shpesh të gjës për 3-4 milion euro isha bëdhur 3 vjet burr. Ama unë nuk do doja ta shihja kaq të errët dhe kaq skëter, sepse kam parë ndërkohë në gjithë këto vite, deri të cilët disa dhe studentë dhe nga TBU-ja dhe disa që i kam marrë nga universitetet tjera që kanë ardhur. Ka është një brez, po ka 2 kategori. Janë disa të rinj që unë jam totalisht e impresionuar. Me si ndryshe. Me një etik punë të jashtëzakonshme, që mund ta ndin deri në gjëra që thonë. Me atë që janë shumë multitasking, që kanë shumë dhe me atë që thash edhe një herë, ne disa gjëra se i kemi pas gjithmonë ato që ti bëjmë gjërat, ata i bëjnë gjërat dhe pa e menduar mirë. Dhe unë jam duke mundu me pa dhe me shpesu shumë te ky brezi. Dhe duke mundu me e promovu sa më shumë të brezin, sepse dhe brezi tjetër do jetë pjesë e shoqërisë, po në një farë mënyrë do të ekzistojmë bashkërisht. Po, dhe ajo gjëja që unë shoh pra po mundoj me pa mundësinë të këta të rinj që do ta bëjnë Shqipërinë jam e bindur. Këtu ke edhe të rinj që kanë ardhur ka studiu ose po ketër po aq të rinj që studiojnë Shqipëri që nuk kanë asnjë mangësi nga dikush që studiuar. Dhe unë në këtë peshorën do doja ta anoja shumë peshorën të këta të rinj të mirë, që janë bruj mirë, që janë sigurisht fëmijë tanë, kështu që pra atë kjo gjëja që ne na duhet që të nxjerrim pak nga komfort zoni të rinj. Pra kjo pjesa që i shoh nganjëherë më vjen keq që të gjithë janë që humbasin kohën trinë për kafë. Është ajo që e kemi bërë ne ndoshta atëherë, po shpresoj shumë që të shohim modele suksese, se ne nuk i kemi parë. Jam kënaqur, sepse po thoshin, Olit, po klikohen dhe të mirët. Ishte një fjalë shumë e bukur, po klikohen të mirët. Ndërkohë që gjithandaj po dëgjojmë gavat që po bën vilani dhe fisteku tek vepra, tek shkjo ferma, whatever. Dhe ajo që ne po themi është gjëra të tilla ne duhet të flasim, duhet mos lodhemi së themi këto gjëra.
Do të thënë vetëm kaq që është shumë e rëndësishme në këtë moment që po kalojmë ne, Shqipëria, bota, është të kemi më shumë besim dhe ta mendojmë që më e mira do vijë, jo është e keq. Ne të punojmë drejt asaj. Stick and top, mos thuaj që çfarë po them. Kuptoj që ka shumë njerëz që nga këto që do thoni këtu, dikush mund marrë drejtin jetë, dhe unë atë me përgjegjësi të madhe, sepse marr mesazhe që janë të jashtëzakonshme. Ne nuk e dim për nesër. E ma më vjen keq që për dikës që kishen folur edhe njërën tjetër dhe ka dalë tani që ka një smundje që nuk do mbaj mend. Edhe në momentet e veta që është shumë e mirë ajo që më thash, më vjen shumë keq tha, që nuk e bëjmë dot. Dhe më lejoni të them që ja kemi detyrë të tjerëve ta lëmë çdo opsion që keni, çdo mundësi që keni. Shikoni në njerëz që ndajnë vlera me ju. Duke uruar gjithë pikimet e Perëndis, miqësisht Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit, me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndofta në Facebook me Elida Notro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elida.